diskutim ka sot mundësi për të protestuar në lidhje me spitalet ku nuk gjen një ilaç, do të thoja në spitale ku qytetarët shkojnë e blejnë ilaçet në për farmacitë për kace, pavarësisht se paguajnë kontributet shëndetësore, aq të premtuar nga Rama siç ishte shëndetësia falas. Pra në të gjithë sektorët që ka prekur dhe drejton sot Edi Rama, kudo ka korrupsion. Ndaj, unë jam i sigurt që sot populli shqiptar në orën 6 në Tiranë do të zbresë në përsheshe dhe do të protestojë në mënyrë të padiskutueshme për rrëzimin e pushtetit Edi Ramës, për rrëzimin e kryeministrit dhe vënien para drejtësisë të kryeministrit dhe të gjithë enturazhit i tij, i cili ka kryer korrupsion në mënyrë të padiskutueshme në bashkëpunim me Belinda Ballukun, në kuadër jo të një grupi të strukturuar kriminal, por në kuadër të një organizate kriminale. Dhe kjo sot është e provuar, pritet vetëm vazhdimësia e hetimeve nga SPAK dhe pa diskutim Rama mbron Ballukun për një arsye, sepse është i përfshirë vetë në aferat korruptive së bashku me Belinda Ballukun. E qartë. Nëse do të vijej para për drejtësisë Belinda Balluku, pa diskutim do të tërhiqte edhe Edi Ramën me vet. E qartë. Zoti im, sa e vështirë është për ta zhvilluar këtë protestë në kushtet kur kemi patur zhvillime shumë forta politike, siç ishin edhe raste që ju përmendet, por nga ana tjetër ne kemi një polici dhunshme që gjithmonë ka qenë e tillë me protestat e opozitës dhe me të rinj të cilët janë ngritur vazhdimisht dhe kanë qenë qendrëstar të fortë për protesta me radhë. Ka një lloj të kurrje ndoshta nga kjo lloj kategorie që janë endur nëpër dyert e komisariateve sa herë që ka patur protesta, apo janë akoma më të fortë dhe janë të gatshëm për të shkuar deri në fund të betejës bashkë me ju? Shiko, reagimi qytetar kundrejt vuajtjeve që të përditshme është me mënyrë padiskutueshme forma më e thjeshtë e reagimit të protestimit, qoftë duke protestuar me molotov apo me gjithçka tjetër. Por duhet të qëndrojmë që sa vjen dhe vala e zemërimit rritet ndaj korrupsionit sa qeverie. Askush nuk mund ta mbajë dhe ta frenojë uraganin popullor të protestës së 22 marsit. Absolutisht do jemi shumë më tepër në shesh dhe për këtë jam i bindur qoftë edhe nga kontakt dhe reagimet për marrjen e informacionit se kur është protesta, aq më tepër që është edhe një ditë e shënuar sot, kur kemi të bëjmë me rrëzimin e diktaturës Shqipëri pra më 22 mars të 92-shit dhe siç e shikoni, kjo do të reflektohet edhe sot në 22 mars në 2026 në rrëzimin e diktaturës që ka vendosur Edi Rama, të një autokracie totale ku askush nuk piptin, qoftë brenda PS-s, qoftë brenda qeverisë, qoftë në parlament. Çfarë thot i pari zbatohet me forcën e kartonit verbërisht dhe kjo ka bërë që Shqipëria të jetë në këtë lloj situate që ndodhemi, pa diskutim për veprime korruptive të vetë kryeministrit Edi Rama. E qartë, zoti Himçi, çfarë skenari ka opozita për organizimin e kësaj proteste ditën e sotme? Pra do të jetë e njëjta protestë që kemi parë edhe më herët në kushtet e një proteste paqësore, apo do të ketë një lloj qëndrimi pak më ndryshe? Pra mund të zbulojmë diçka nga çfarë është folur? Reagimet tona kanë ardhur gjithmonë nga forma provokative që ka bërë policia e shtetit. Kanë qenë forma nga më ndryshme. Ju e keni parë dhe në protestën e fundit kombëtare që është rritur nga Partia Demokratike, një protestues me flamur merret dhe arrestohet dhe nga ana e policisë përdoret dhe dhunë ndaj protestuesit, i cili proteston totalisht në mënyrë paqësore.